nga viti 2013, deri në vitin 2025, njeriu që ka penguar çdo hetim të asaj dosje ka vetëm një emër dhe ky është Edi Rama. Shqiptarët e dinë mirë që u s'kam patur përkundazi një armiqësi të hapur me Ina Ramen, e cila refuzoi prokurorin ndërkombëtar që unë kërkova, se erdhi e prokurori ndërkombëtar, s'është e vërtetë se kam dëgjuar, jo, ka ardhur prokuror amerikan, ka ardhur, është reale. Nuk hetonte dot sepse i dilte Edi Rama. Dhe kërkesa zyrtare e qeverisë amerikane është kjo. Të hetohet nga polici thjesht tek organizatori kryesor. Kjo deklarat, kjo kërkesë ka ardhur këtu nga Thomas Countryman, që erdhi i posaçëm për këtë krizë, ishte asistent ndihmës zëvendës sekretar shteti. Ka asnjë diskutim që hetimi i plot dhe zbardhja e kësaj çështje është interesi më maksimal i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, sepse ajo ishte e qartë një agjendë, ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit me një agjendë politike për mbyshjen e pushtetit. Garda ka vepruar përputhje me ligjin dhe vetëm ligjin, të miratuar nga mazhoranca socialiste para ardhjes sonë në pushtet. Kaq.